Duket sikur Moza është mërzitur pse s'doli më e preferuara publikut. Jo, unë reflektoj, nuk mërzitem. Të reflektoj, zot të mërzitesh. Sakt. Reflektoj, kam të drejtën e reflektimit. E ke absolutisht. Ajo që unë do të them Moza është janë bërë sa javë janë bërë. Domethënë ky është spektakli 19 dhe në spektaklin 19 për shumë spektakle me radhë ti ke qenë e preferuara e publikut. Se sot në një moment të caktuar ka dikush në këtë moment më shumë vota, nuk do të thotë që publiku nuk të do ty. Unë nuk e di. Shiko, unë nuk e di mali se nuk do të futem vlla tek ato teorit që bën ti aty te ato mësimdhënit me ata nxënësit e tu. Sinqerisht. Mbase edhe i mirë aty se s'kam dëgjuar në afër. Po këtu që po të dëgjoj, shiko, kur tjetra thot kam të drejtën time të reflektoj, Moza më shumë është e mërzitur sepse mendon se pas ka bërë diçka gabim që pas ka qenë e papëlqyera dhe reflektimi i saj sjell këtë lloj reagimi. Por konceptimi juaj është sikur ja fut kau pelës, kot, yrysh. Ashtu është, si lopa Biden vlla. Ke dëgjuar ti? Në disa momente në atë opinion dhënësin që bën ti aty, ja fut në herë kot, me thënë drejtën, ëh, sinqerisht e kam. Pse tjetra siç e thash reflekton nuk do të thotë është xheloze. Pastaj, do t'i e vlla lere atë. Ajo di shumë mirë, shumë bukur që po bën. Po dalin llafet e atij që atje brenda që doli thaj që mos nderi pak para finales do ta nxjerri. Edhe ose se fiton. Apo do mbrosh ti ata aty, proshkull që po bëni. E para, e dytë e punës. Bana. Shiko sa pse domethënë bësh hipokrite me hë të madhe ose kontradiktore me kë të madhe. Si dush ti, hipokrit kontradikt një lloj është. Tani, 19 prime, ti ke qenë preferuara, vjen një moment që je pa preferuar del tjetër. Pse më mbas 19 prime-ve kujto? Ne 19 prime atë kemi votuar ne. Edhe këtë prime atë voto, vjen muhabeti thotë mbas 19 prime del dikush që ka më shumë vota. Po ku ishte 19 prime për shembull? 19 prime ku ishte? Bana. Ku ishte 19 prime se mbrëmë keni po dëgjoj se kam duhet par medalja edhe nga ana tjetër. Cila është ana tjetër medaljes? Po që je zonja ti me motre je që të na është neve, të na i bësh fytin na këtu, të na nxjerr na plas steroidet. Se e ke pak zakon ti, domethënë që ta bësh dikë, ajo s'ka nevojë të bëhet fenomen, se është fenomen vetë, e kupton? Po që ti ta bindësh gjën, ta bësh më të bindshme, ç'a bën ti? I kput një tërën Mozës që gjojnë në të lajthisin, pastaj pas Mozës, se ja Mozën e sulmuan, gjitha me radhë. Të bësh është ai procesi i krijimit të fenomenit në ekstrem që bën ti për shembull, ashtu siç bëri në Big 2 për shembull, që i re aty çunit bum, e pastaj e ngritën publiku e admiroi e gjitha, pavarësisht se ai s'kishte nevojë, e njëjtë si dhe mundon, ndoshta mos më edhe çik më fakti që është femër e favorizon më shumë, por që s'ka nevojë Moza për të gjithë këtë gjë, po. As ne nuk kemi nevojë të na japësh stres për motë se ne shohim po lëm lesht e kokës motë. Do të votim 50 euro i ka ajo, 100 euro i ka Moza. E që na do të thosh ti mbaj për vete jepi buk kalamaj. Kam kalamaj të bukan, po ja pasaj për atë që ne shikojmë, për atë që neve, për atë mesazh që ajo jep. Se ti për ty më motër na lën në lum ti, në atë lumin ton. Ndërsa ajo ka treguar që ti jetosh pa komplekse, i lishëm, ta bësh jetën si do. Dhe mos mendosh para gjykime, nuk ka gjë më të bukur në jetë. Atë që ti se ke bërë kaq vite motor që na thosh në televizion, por na u desh një Moza që ta kuptonim këtë lloj pjese kaq të vypshme për jetën tonë. Me ty duhet një dimër motor, një nat dimër, një fuçi ujë me të fal.